5 persona morën peng për disa orë një 27 vjeçar në Tiranë dhe dhunuan fizikisht në një apartament. 2 prej tyre u vunë në pranga ndërsa 3 të tjerë u shpallën në kërkim, mes tyre edhe 2 vajza. Njëra prej tyre bëhet fjalë për të dashurën e 27 vjeçarit, e cila ishte njëkohësisht në një lidhje me njërin prej pengmarrësve. Ky i fundit është edhe ideatori i pengmarrjes, i cili pasi zbuloi se e dashura fliste me mesazhe me 27 vjeçarin, ranë dakord që t'i merrnin atij para. Por përveç të dashurës, në lojë ka hyrë edhe një vajzë tjetër, e cila është kujdesur që përmes mesazheve të mashtronte dhe të çonte 27 vjeçarin në vendin ku kishin planifikuar ta dhunonin dhe presiononin për 5.000 euro. I riu ka pësuar dëmtime fizike për shkak të dhunës së ushtruar dhe është paraqitur në spital. Kanë qenë mjekët ata të cilët njoftuan më pas policinë, ndërsa i riu ka deklaruar detajet që bën të mundur zbardhjen e ngjarjes. Ndërkohë mësohet se dhënia e parave prej 5.000 eurosh për herë të dytë u bë me anë të stimulimit për të identifikuar dhe arrestuar personat përgjegjës.